7, edhe mendoj që Edi ka me përsu një zhgënjim të vogël, sa do pak, është kohë kur përmbysen rezultatet, edhe pres që Edi me pas një humbje, ndoshta jo në vota, po në diçka ka me humbë. Nëse jo në vota, diçka po. A thu çka do t'jetë ajo? Kemi pak probleme me Antigonën, wow. Rjeti, Edi Rama humbje. po thua. Humbje totale jo, po humbje në diçka po. Çfarë mundet të jetë ajo? Të tëm. Po. Tash po dëgjojmë Antigona. Mundemi me vazhdu. Kurse për Sali Berishën e kemi datën 15/10-it, 44, vitit 44, i ka shansa shumë të mira, sepse ai përcjellet nga numri 7, dhe sot është data që prodhon numrin 7, kështu që sot do t'jetë një ditë bajegje e mirë për Sali Berishën, meqenëse ne e dim që shansat i ka shumë të vogla Partia Demokratike, por e di që ata do t'jenë më të kënaqur se sa herën e kaluar me rezultatin e zgjedhjeve. Do thotë ka kënaqësi edhe nga ana e Sali Berishës, edhe pse ndoshta jo fitore, a? Nuk ma merr mendje deri në fitore, po e di që Edi ka me humb. Diçka ka me humb, ndoshta votat jo totalisht, por diçka prej atij pushtetit të tij absolut ka me humb. Është koha, na kena folë edhe më herët që është koha e përmbysjes së rezultateve, është koha kur ata të cilët kanë hek dalin në sipërfaqe, kurse ata të cilët kanë diktu ose kanë prodhu dhunë ose çfarë do lloj diktature, ata do t'jenë të ndërshkuar nga universi. Megjithatë, nuk mund të them për asnjërin palë që kemi një viktim të mundshme këtu. Mirë po, nuk ka as pritshmërisë absolute si të thojnë partitë politike. Shohim pra se si do të vijoj kjo procedurë sot, edhe parashikimi yt zakonisht është i saktë, kështu që letëruhen edhe ata pak.